të drejtën, pak a shumë na friksoi koha e ditës së sotme. Kishiu i papritur dhe menduam, të bëhet pasteli brenda ose për jashtë. Një mundësi që të mos rrezikojmë gjëra të tjera, ose hajtë të po rrezikojmë sepse ju që jeni duke na ndjekur na pritni si çdo ditë tjetër në këtë hapësirë të bukur. Dhe ashtu bëm siç po e shihni. Është koha tani që të rrezikut ose jo, të ndërmarrim ose jo, të kalojmë në një pjesë tjetër të një qyteti tjetër të Maqedonisë, gjithsesi me Geti do të lidhemi si fillim, për të parë se si po shkon kjo kohë e ditës së sotme në Strug dhe të shohim se si kanë rrjedh gjërat, ka shkaktuar diçka të keqe, si ka reaguar turistët dhe si duket koha atje. Nuk e di, a dëgjojmë me Geti? Më dëgjon? Më dëgjoni jo? Po, të dëgjojmë shumë mirë, të dëgjojmë. Ku jeve në tave? Me Geti, po ti. Hjetë që sa do l'dilit e neve. Edhe ashtë të më pengu, shumë ashtë të më pengu. Ku i ke syzat? Si jeni jo? Mirë. Si jeni jo? Mirë, shumë mirë, freskët bën dhe këtu nga studia për jashta, për të drejtën, dita më e mirë e gjithë emitimeve live këtu nga studia për jashta, sepse është shumë freskët, është shumë mirë. Nuk më thahet goja o Genti. E kemi rituar pak freskët ta kemi. Definitivist, po ti më thuaj si e? Parës frynde një herë shumë e madhe, binte shi dhe shumë nga pushuesit kanë mbetur në për hotelet e tyre ku pushojnë faktikisht dhe shumë pak janë plazhet e frekuentuara. Mirë pa kamerën tonë gjithsesi që nuk e ndal as kjo kohë e keqe dhe gjithsesi jemi transparent ndaj publikut tonë me vetëm qëllim për ti faktikisht për që treguar se si ka qenë Struga. Struga sot është freskët, ta them kushtimisht freskët, e pse tani doli dielli, 5 minuta para se më janë pasteli doli dielli dhe është bukur. Jo si jeni atje? Mirë jemi dhe ne këtu, shumë mirë, shumë freskët, pati pak shi për të drejtën, mirë po nuk na pengoj që të vazhdojmë pastelin nga jashta. O në pa diçka rrjete sociale, kish breshër. Vende, mirë po të ne këtu, konkretisht, ja. Tha që keni meritu vish flatë me pas. Qashtu, duhet. O Genti, të lutem, thua i Ibros, e përshëndes Ibron shumë, thua i Ibros të kam një pjesë tjetër. Mirjeta shumë. Një pjesë tjetër të plazhit aty ku jeni për të parë më sakt plazhin, kohën, ambientin, atmosferën. Jo. S'kemi me pa plazh, pak më vonë kemi me pa plazh, pak më vonë kemi me pa gjithçka tjetër. Mirjeta s'jom vetë sot. Si e vetë? Përsëri si e vetë? Po më fal, tim le mu krejt vetë atje i shoqëruar pafund. E kemi paralajmëruar që është në fillim që pasteli gjithmonë sjell surpriza. Hajde, cila është e radhës? Me që jemi në liçenin e Ohrit, e dimi që Titanic për shembull është kallë, pse mos e bëna një Titanic shqiptar. Okej. E kemi gjetë Leonardo DiCaprio në ajo Strugan. Okej. Te shtëpia i kanë dhënë pak më shumë bukë me ëngër se Leonardo DiCaprios. Dhe? Jeton Shkup. Dhe? A me ta mërmenja kush është? Mos jeti jo Genti, hel vete. Po the. Jo, i kanë dhënë ma shumë bukë me ëngër. O di holli jam. Hajde, kush është? Leonardo DiCaprio, jo Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio i Strugës i cili jeton Shkup, me majs, me basketbol, me patika dhe me kaput shkush tjetër pas DJ Lirikit e kaput. A të thash Liriku më shkoj në mendje i dyti, ha? Prit njerë, para se ta pyesësh ti Lirikun, e pyes unë Lirikun diçka. Po, që Liriku e ka kupja. Përshëndetje, si të kam, a je mirë? Jo, super, ti si je? Mirë, faleminderit, mirë. Ma keni bë me hile, Shumë. Po si pse? Edhe pyet? Jo, flati kishen sot. Flat sot. Djetë që kam pas? Mirjeta! Urdhëro. Pasi që DJ Lirik, faktikisht është DJ Lirik edhe pita cila kishte me qenë kënga adekuate nëse Titanic ishte bën në Ohër. Dhe me protagonistar. A i din cila? Dhe cila ishte përgjigjja Lirikut? Vetë më the të dua. Dhe para prej Strugës të hapja. Se kam friku. Vetë pak Mirjeta mundesh me përsërit edhe një herë se po më humbin val. Dhe them, e paramendon me këtë këngë dhe në një anije në Strugë, aty në liçenin e Strugës, të hapësh krahët dhe të realizosh atë skenën e Titanikut. Perfekte është. Perfekte Me është. dalë aty për mas te. Po, ku është Kate Dhe Winslet? në këtë rast, Titanicin e kanë dramatizu pak pasi që vajza pështon dhe djali vdes, të neve djali kish pështu. Jeta është e ëmbël. Okej, Mirjeta, ta realizojnë disa pyetje me Lirikin, e kam një bisedë shkurt, edhe lidhemi prapë me ty, mundet? Hajde, patjetër. Lirik,
pse Bruce Lee, pse nuk ka qenë në filmin Titanic? Pse s'ka qenë? Po. Ku e di, ki që kish mujt me pështuar. I kish pështu krejt. Garant. S'kish lon kërkon me dekez. Lirik, që shina të ka luna? Po, me ju thonë mirë, po ki aty me vej nati shumë. Po, mesatarisht. Mesatarisht. Ti Mesatarisht. qysh pja të qojmë. Po. Në më dha me Lirikën me tankohën bashkë. Po rajmë se u knaqëm. Definitivisht. Me Lirikën kemi tankohën bashkë faktikisht, ka filluar struga të mbushet shumë me pushues, edhe pse sot pak na mbajti kohë, po e keqe. Edhe pushues, normale, dihet. Dihet. A të ka rënë sy në një? Në një? Po. Shka është e një? Disa po, disa më kanë rënë. Cila është dhe femna ideale për ty? Ku e ti femën mu komë Po. Po, pse? Po këtë në karakteri, mos me rajt, me ledzu shumë libra. Jo, letë rren, letë asive që trash më si. Pse? Po se kush me qitë e sopin më ongër po të do bash. O ba, jo, ka ana tjetër, okej, Liri, ka ana tjetër dhe të jeni burr perfekt, për shembull, se din me gatute. Pa i di me gatu, burr nuk jo ma loja, më djallë la. Okej. Po mirë me burr, i thojna vetës burr. Djoni ja loja. Po, filmin Titanic e ke po? Me kum po shumë A ke kaj? Ja, me kajt jo. Pse? Po e kum ditë që në studio e një qizume. Pa lidhe më kajt. A ba jo, gjarja vërtet është e. Po në gjarë e vërtet, po filmi, si film në studio e një qizume, shka me kajt, kura i s'ka deka, ja pet gjallë ma sa në funë akon. Edhe ka po muhabet që unë me ty qështu. Bo, ka logjik, Ama në gjarë e vërtet është për në me dhemshme pak. Me dhemshme është, e dhemshme. Shumë. Sidomos funi i filmit Titanic, kur ajo Po. gruaja shkon edhe gjun ato. Na i kemi dhe anjen e Titanicit këto, po s'mujtë me zanë kuadër. Nuk mujtëm sonë e pak i gjon, nuk më zike anja. Se zike. Nice. Regjia, po vletin me Mirjetën tash. Mirjeta. Apo dëgjojemi? Nuk të përgjigje me qëllimon. Pse? Po e tha Liriku një gjë në fillim. Themi se ja kaloj mirë, tha do ju vje i nati. Mërdi i nati pak për të të Jemi modest. Po, të besoj. Mesatarisht. Pa lidhje me thonë shumë mirë. Mesatarisht. Tani më tregoni çka do të bëni sot me që është koha e keqe. Dhe si është atmosfera në struk, në qytet, në vend, në plazh, etj, në kafeteri, etj. Faktikisht aty kemi realizuar disa reportazhe të cilat do të transmetohen edhe në pastel. Dhe gjatë periudhës tjetër kemi pushu. Shumë kena pushu. Jemi shtre. Jeni shumë minë, jeni shumë të këqia. Kena pi kafe. Kafe kena pi, po. Kena lypë telefona. Po. Snapchat. Rrjetet sociale i kemi pa. Rrjetet sociale tepër kena lujt. Dhe për mula është ftoht. Jo, po hyqi. Mirjeta të ishta me tregu diçka. Urdhëro. Që Ibra që sa është do me thonë djem duket ka hyn ujë. Po. Dje. E Genti? 6 minuta. E Genti Me stopwatch e kena vazë. Dini bro. U tut ke shumë, u deshte edhe disa guma mi huazua, ma prap nuk pranoj mu la. S'pranoj. E Genti non stop lahët. Ja. Genti nuk po mundet të kush vendet ju. Po me i kem pinuj, si fion po dhe ta. Okej, bukur. Tani më thuaj pak atmosferën në struk, o Genti, se jam shumë në merak për ata turistë të cilët sot e kanë humbur një ditë me reze dielli. Po. Fali bra, kemi me mujt me këthy kamerën ande me pa plazhen? Okej, hajde Lirik me mu. Hajde shkojme. Dhe ja, ku është plazhi, shihet në ta? Paka shumë. Po, shihet që nuk ka shumë njerës, për shak të kohës, po nga nga tjetër e ka radhë si një pëshim e dajnë për hotelet e tyre. Okej, ju pëshon lëkura. Me sa dëgjova që kjo kohë do të mbaj deri të diellën. Okej, bukur, kështu që... Ama kjo s'na ndalon mu e Lirikën më knaq. Po, ujo është i nxehtë, apet sa. Ujo është i nxehtë. Bukur, faleminderit shumë Genti, nuk e di nëse ka ndonjë detaj tjetër për sa i përket. E kom një surprizë tjetër. Sot, okej. Hajde kthejmë atë. Hajde ja për Titanic. Jo. Ja, Titanic sot kena vëmë shqip. Ma. Na. Ku o Titanic? Ja, ti asat. Mirjeta e pa e. Unë e pa shumë mirë, por që kam përshtypjen që teta shpresa, kur e pa tani Gentin ju dridh zemra sepse do të ftohet i shkreti. Jo, ujo shumë i nxehtë,
Kështu që të ftojmë edhe ty me ardhë kënena. Okej, faleminderit shumë. Kur të vini njëri prej juve këtu, unë vi andaj. Okej, atë DJ Lirik, unë e përshëndetjem nga Struga e bëj me ty sot, kështu që tung dhe shihemi. Shihemi të 21 pastel. Ciao, shihemi. Ciao. E kanë mirë ato atje, mirë po sot e kemi dhe ne mirë këtu, sepse është shumë freskët dhe sot definitivisht nuk mund të qajemi për asnjë gjë të vetme.